Atëherë përshëndetje të gjithëve. Siç është lënë, sot kemi mbledhjen në Komisionit për Auditimin e Sektorit Publik me rend të dite. Shqyrtimin, pika para, shqyrtimi i përgjigjeve të ardhur nga institucionet për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga nën Komisioni i Legjislaturës së kaluar për raportimin e auditimit të performancës, kujdesin ndaj të moshuarve. Si dhe për raportimet e auditimit të përputhshmërisë në ASHK Tirana Rurale 1 dhe 2, Durrës, Fier dhe Pogradec, si dhe përcaktimi e vijimit të ndjekësit institucional të çështjes. Si pikë të dytë kemi përcaktimin e vijimit shqyrtimit nga nën komisioni të raportit të auditimit të performancës, efektiviteti i banave që qarkullojnë në Shqipëri, duke vendosur zhvillimin e seancës dëgjimore me subjektet e audituara dhe përcaktimin e institucioneve që do të tjerën në dëgjes. Pikën e tretë kemi shqyrtimin e përgjigjes së kontrollit lartë shtetit lidhur me ankesën e paraqitur nga një grup audituesësh dhe ish punonjësish të KLS-s, si dhe relatimi i relatorit zoti kolegu Termal Elezi mbi mënyrën e trajtimit të çështjes në vijim nga ana e nën komisionit. Pastaj kemi edhe një pikë në 4, miratimin e kalendarit të punimeve të nën komisionit për auditimin e sektorit publik për 3 javët në vijim. Jemi okay për Okay. Po. Atëherë vazhdojmë me pikën e parë të rendit ditës, e cila lidhet me përgjigjet e ardhura nga institucionet për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga nën komisioni i legjislaturës së kaluar për raportimin e auditimit të performancës, kujdesin ndaj të moshuarve, si dhe për raportet e auditimit të përputhshmërisë në ASHK, si është Tirana 1, 2 dhe Durrës, Fier, Pogradec. Tani, në vijim të shkresave të dërguara nga Kuvendi më datë 22/4/2026 për ndjekjen e çurisë së zbatimit të rekomandimeve, pranë në komisionit kanë ardhur përgjigje nga institucionet përkatëse, ndër të cilat Ministria e Financave, Shërbimit Social Shtetëror, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Qendra Polivalente për shërbimet për kujdesit shoqëror Poliçan. Ju kolegi keni këto, ju a kanë dërguar me email, më sa di. Pra nuk po zgjatemi për ta analizuar dhe pa kaluar tek për ASHK-n. Atëherë për këtë pikë, çfarë mendoni? Me atë çfarë keni lexuar, mendoni që është e zaruar si problem? Se me thënë të drejtën, me atë çfarë kam parë, në këtë rast kemi marrje të masave nga institucionet përkatëse, pra nuk është se janë proces disa, pra ka një, si të thuash, ka veprim nga institucionet, pa diskutim. Pra ato kanë marrë në konsiderat dhe i kanë në proces. Si mendoni, t'i lim dhe kohën dhe pastaj t'i thrasim sa të mbarojmë procesin, jeni që t'i thrasim direkt në proces javën që vjen, apo nuk ka më nevojë, sepse me thënë të drejtën në pjesë më të madheve, përveç një rasti që presi një ndryshim ligjor, që është përsa i përket lidhur rekomandimit për përmirësimin e kritesave dhe kriteret e pranimit të moshuarve. Nëse keni aty pritet ngrihet një komision, e kanë dhënë dhe shpjegimin. Pra, Neta, si mendon për këtë pikë? Faleminderit kryetar. Duke patur parasysh që ne si nën komisioni jemi drejtuar institucioneve për të marrë një përgjigje në lidhje me rekomandimet të dhëna nga KLSH-ja për disa institucione të kujdesit ndaj të moshuarve, nga Shërbimi Social Shtetëror na ka ardhur një informacion në lidhje me të gjitha rekomandimet dhe çfarë është bërë deri tani dhe si është ndërtuar puna nga në këtij institucioni në vazhdimsi, pasi të gjitha rekomandimet janë në proces, ndërsa përsa i përket edhe ngritjes së këtij grupi pune, edhe kjo si procedurë është në proces nga Shërbimi Social Shtetëror për të përcaktimin e kritereve. Besoj se me këtë informacion, ne kemi një vlerësim të situatës për problematikat e kujdesit ndaj të moshuarve dhe njëkohësisht zbatimit të rekomandimeve, po përsa i përket përputhshmërisë nga ASHK-ja Tiranë Rurale 1 dhe Rurale 2, nuk kemi asnjë lloj informacioni.
E njëjta situatë ka qenë edhe në listaturën e kaluar, nuk ka pasur një informacion dhe nuk ka pasur përfaqësim nga institucioni për problematikat të cilat janë audituar nga ana e kontrollit lartë shtetit dhe janë lënë si detyrime për të zbatuar. Mendoj që në varësi edhe të propozimeve të kolegëve për çështjen të cilat kanë të bëjnë me kujdesin ndaj të moshuarve, mund të zhvillojmë një dëgjes në një datë kur komisioni të konkludoj, po jo shumë datë të largët, pasi ne duhet të vazhdojmë me agjendën dhe me diskutimin e çështjeve të tjera, të cilat i kemi përzgjedhur të dy si majoranca ashtu dhe opozita. Unë duhet të ndaj pak, prandaj dhe ndalova ku ishim për saj përket ke për kujdesit moshuar. Pa të ndajmë pikën A. Ju mendoni që për pikën A për saj përket, bëjmë një seancë dëgjimore përfundimtare? Po, përfundimtare dhe mbyllësi. Okej, për të kaluar te pika 2 që ju e preket me drejt që nuk kanë kthyer përgjigje as vjet as këtë vit. Në këtë rast çfarë do të bëjmë? Sepse më duket e pa sens që t'i drejtohet parlamenti institucioneve shtetërore dhe mos kemi asnjë përgjigje. Kjo nuk ka sens. Ktu pastaj ose duhet të rrasim përfaqësues politik, nëse ka dasa të varen nga Ministria e Drejtësisë, pse jo, duhet kemi një takim në rang politik. Apo jo, sepse nuk mundesh që një komision parlamentar mos i përgjigjes me shkresë. Është nonsens. Kjo është pak një institucion përgjegjës, qoftë edhe sepse nuk ka i thrasim seancë. Okej, atëre do t'i dërgojmë shkresë gjithë institucione për seancë. Okej, varësia që është, nuk ka rëndësi, dakor. Qoftë dhe nga kryeminist. Jo, zoti Elezi thotë që t'i dërgojmë dhe një shkresë që të paraqiten komision javën që vjen. Jeni dakord? Pra ne duhet të rrasim. Mundem. Po, patjetër. Të mbarojmë njëherë pjesën që ju thatë, t'i lëmë afatin përgjigjen për procesin, të bëjmë dhe dëgjesën me... Po, ja, kemi lëmë, por nuk janë përgjigj. Jo, s'po them për ASHK-n. Po thua për këtë. Mbarojmë dhe dëgjesën për sa i përket për kujdesin që kemi për pikën e parë, social, dhe pastaj thrasim duke i bërë, unë do insistoja që të bëjmë një rikujtesë politese, me afat që të kthejmë përgjigje, dhe në rastin se nuk ka përgjigje, i drejtohemi titularit të ASHK-s, ku kërkojmë paraqitjen për seancë dëgjimore në komision. Atëherë mund t'i lëmë një javë afat, pra duke dërguar shkresë sot do të javë tjetër të një. Afatet kanë kaluar afatet në shkresën e parë. Ajo që thot për politesë zoti Elezi është okay, dakor. I bëjmë një rikujtesë për një javë, nuk ka sens. Okej? Atëherë, për sa i përket pikës parë, për të dyja rastet kemi rënë dakord që bëjmë televizio. Okej. Tani kemi pikën e dytë që vjen pikërisht për raportimin e auditimit performancës efektiviteti i banave që çarkullojnë në Shqipëri. Duhet përcaktojmë mënyrën e vijimit të punës së nën komisionit dhe këtu zoti Xhaferri që është caktuar që do të jetë relatori i çështjes në një propozim konkret. Unë propozoj që ta bëjmë ditën e hënë, meqense kemi edhe Komisionin e Ekonomisë, të lëmë seancën për dëgjimore, po. Okej. Me të dyja, me Ministrinë e Shëndetësisë edhe me Agjencinë e Banave. Po pra, po the pas javës gjelbërt, normalisht. Normalisht, po. Okej. Pra, e hëna e parë, pasi të jetë e mundur. Okej, kur t'i bi pastaj do të na thotë, okej. Atëherë edhe në këtë rast kemi rënë dakord se si do të procedojmë. Okej? Bim dakord të gjithë. Tani kalojmë tek pika e tretë. Po, më fal. Në lidhje me ankesën e paraqitur nga një grup audituesish dhe ish-punonjësish të KLSH-s, për të cilën nën komisioni është drejtuar kryetarit të kontrollit lartë shtetit me kërkesë për informacion.
është administruar përgjigja zyrtare e institucionit me shkresën numër 362 fraksion 1 të protokoll datë 16/4/2026, drejtuar këtij komisioni. Në këtë shkresë, kontrolli i lartë i shtetit ka paraqitur qëndrimin institucional lidhur me pretendimet e ngritura, duke sqaruar se një pjesë e personave në fjalë janë aktualisht palë në procese gjyqësore kundër institucionit dhe se çështjet lidhen me këndvështrimin e akteve administrative për largimin nga shërbimi civil apo masat disiplinore të marra ndaj tyre. Ndërkohë që institucioni vlerëson se trajtimi i këtyre pretendimeve duhet të vijojë nëpërmjet mekanizmeve ligjore dhe proceseve gjyqësore në zhvillim. Këtu hap diskutimet, pikës parë ja kaloj fjalën relatorit zotit Ermal Elezi për të na dhënë një mendim për këtë çështje. Faleminderit kryetar. Atëherë, në vijim të ankesës kërkesës paraqitur nga audituesit dhe të kërkesës që ne kemi nisur për informacion, siç u la në dakordsi nga komisioni, nga kontrolli për kontrollin e lartë shtetit dhe përgjigjes të administruar, duhet thënë që materiali paraqitur nga audituesit në mënyrë të përmbledhur ka të bëjë me mënyrën e administrimit të volumit punës, që do të thotë qoftë pjesa se si ngarkesa brenda institucionit ndahet midis audituesve dhe gjithashtu pjesa e publikimit dhe evadimit të raporteve të auditit në kohë. Dhe këto dy problematika në vlerësimin tim nuk janë ezauruar nga kthim përgjigja. Dhe për sa më sipër do të çmoja që nëse vlerësohet e nevojshme nga komisioni të zhvillohet një seancë dëgjimore me përfaqësuesit dhe palën e audituesve dhe sipas rastit mund të kërkohet pastaj sërish informacion shtesë më të detajuar kontrollit të lartë të shtetit ose mendoj që dhe në pjesën kur tjetë raportimi pa që nevoja që të bëhet një seancë e posaçme, po themi, dhe kur tjetë raportimi vjetor mund të diskutohet me kryetarin e kontrollit të lartë të shtetit. Këto janë propozimet e mia për mos u zgjatur shumë. Duhet thënë që pavarësisht kësaj, si në progres raportin e vitit 2025, por edhe në bashkëpunimin që ka pasur kontrolli i lartë i shtetit me Intosajn, vlerësohet dhe roli i komisionit dhe puna që është bërë nga ky komision në progres raport dhe për të mbajtur këtë lloj standardi do doja që të kihet parasysh edhe mbrojtja si e funksionarëve publik në lidhje me detyrat dhe funksionet që ushtrojnë, por edhe e institucionit në pjesën e imazhit publik dhe në atë çka i përket mbarvajtjes së punëve që ka. Faleminderit. Koment tjetër? Faleminderit kryetar. Në fakt, mund të merret në konsideratë shqetësimi që çdo nënpunës apo ish nënpunës bën ndaj institucionit, dhe do të ishte një gjë e mirë, por ligji ka parashikuar që çdo person të ndjek hallkat e nevojshme të ankimimit, duke filluar nga institucioni për të përfunduar pastaj tek organet e drejtësisë. Në këtë kontekst më duket pak e pa vend që ne të merrem me këtë pjesë, aq më tepër me një institucion të pavarur. Ne kemi mjaft struktura të cilët janë hequr në mënyrë masive, që kanë kërkuar mbështetje, po themi, nga institucioni i kuvendit apo nga komisione të linjave, dhe ndërkohë nuk është ndërmarrë kjo iniciativë. Në këtë kontekst, më duket sikur hapim një precedent jo normal dhe për pasojë nuk është se sillim ndonjë produkt, nëse ndaj tyre është mbyllur ajo pjesa e procedurës së ankimimit e tjera që kanë, mund të ndjekin rrugën e strukturës. Kurse nëse do ta kthejmë pastaj thjesht në një debat midis një dhënësi dhe një punëmarrësi që është larguar nga institucioni,
më duket secili që i cënohet ndoshta vendi punës apo të tjerë do të përdor thjesht pastaj këtë pozicion për të sulmuar institucionin apo drejtuesin e saj. Faleminderit zoti Mziu. Atëherë, zoti Elezi e ndau në dy pjesë diskutimin e tij. Pra zoti Elezi u tregoi kujdesshëm ku tha mbrojtjen e funksionit publik të institucionit dhe pa diskutim, nëse ju kujtohet dhe në seancat e mëparshme kemi thënë që ky nën komision nuk merret me raportet personale të një audituesi apo disa audituese me kryetarin e KLSH-s. Kjo nuk është fare objekt i këtij nën komisioni dhe këtë e kemi sqaruar një herë mirë. Pra, biem dakord për atë që ju thatë, që ky precedent për të diskutuar marrëdhëniet e punës që kanë audituesit apo cili do punonjës me drejtuesin, ndiqet rruga ligjore dhe nuk është fare pjesë e diskutimit të nën komisionit. Te kemi vendosur edhe më parë. Pra, në asnjë rast nuk do të kemi seancë të tillë ku e përsëris një auditues vjen për të ankuar për eprorin apo sepse këtu pastaj do të ndjekë shkallët me ankimime, me gjykatat dhe ky nuk është diskutimi që tha zoti Lezi është për gjë tjetër. Pra të diskutojmë në parim dhe të ndofta një seancë dëgjimore për problemet që kanë të bëjnë me punën, që do të thotë për administrimin e volumit punës, ndërhyrjet ligjore që ky nën komision mund të ndihmojë për të lehtësuar punën e audituesve. Dhe këtu po ju rikujtoj një fenomen e kemi dëgjuar në fakt edhe nga profesorët e audituesit, profesorët të KLSH-s që na kanë thënë kemi ngarkesë sepse kemi detyrim ligjor që të auditojmë 61 bashki çdo vit. Dhe me thënë të drejtën, është pa sens, ne themi që duhet audituar e gjithë pjesat, çdo vit duhet audituar, por nuk e pse e bën çdo vit. Pra, mund të auditohen 3 vite në një vit të caktuar. Pra, për këtë, ndofta ky nën komision, duke u referuar dhe ankesës me të drejtë audituese, neve mund të bëjmë një propozim, pse jo për të lehtësuar punën e tyre, për të mos pasur mbi ngarkesë dhe me radhë. Dhe aq më tepër, një pikë tjetër që ngriti zoti Elezi është pjesa e evadimit të raporteve të auditimit në kohë. Pse ky është një çështje e drejtë? Nëse do ju kthem për sa i përket çështjes së banave. Çështjet e banave, efekti i banave që qarkullojnë në Shqipëri. Bashkë kemi vlerësuar që ky është një raport shumë i mirë. Apo, por ama, nëse po e marr si shembull. Nëse një raport shumë i mirë si ky evadohet me shumë vonesë, edhe masat merren me shumë vonesë, dhe banat kanë qarkulluar në Shqipëri bana që nuk duhet qarkullojnë për 5 vite, atëherë efekti i kontrollit humbet sepse nuk kemi shërbyer për qytetarin që këto bana, siç thotë KLSH-ja, pra kanë pasur probleme, duhet ndërhyr. Pra dhe evadimi pra në kohë i rasteve të tilla duhet bërë më shpejt. Pra këto janë e përmenda si shembull, se nuk duhet i kthehem banave. Pra në këto raste ndofta ajo që propozon zoti Elezi ka të bëjë një seancë dëgjimore për problemet që neve mund të ndihmojmë në proces për të ndihmuar, pse jo ndërhyrje, amendime në ligj për të përmirësuar punën e KLSH-s. Dhe kjo besoj që nuk ka lidhje e përsëris prap me çështjen e raportit të audituesve me KLSH. Jam 100% dakord. Kur nuk do të pranoja që ky komision të jetë si seancë gjyqësore. S'do të pranoja kur, nuk do ta lejoja. Nuk do ta lejonin bashkë. Kurse për sa i përket që të trajtojmë një çështje të cilën i vjen në punë KLSH-s, un kam përshtypjen që edhe vetë KLSH-ja e ka. Biles me sa di ka pasur dhe një çështje gjyqësore pikërisht për të shmangur këtë ngarkesën e madhe për bashkitë që të kontrollohen çdo vit. Prandaj gjithsesi, okay, ponet. Faleminderit zoti kryetar. Në fakt, kontrolli i lartë i shtetit është një institucion kushtetues. Është një institucion i cili funksionon në bazë të ligjit të tij organik numër 154/2014 për organizimin dhe funksionimin e kontrollit lartë shtetit dhe duke patur parasysh parimet kryesore që kanë të bëjnë me ligjshmërinë, kanë të bëjnë me pavarësinë e këtij institucioni, kanë të bëjnë me objektivitetin, me profesionalizmin, transparencën dhe llogaridhënien. Komisioni për Ekonominë dhe Financën është komision tek i cili kontrolli i lartë i shtetit e raporton për gjithë veprimtarinë që ai ka kryer. Duke patur parasysh që un kam edhe një kohë
të gjatë si antare e Komisionit të Ekonomisë dhe Financave dhe duke parë edhe treguesit e kontrollit lartë të shtetit që nga viti në vit janë përmirësuar dhe si qëllim kryesor kontrolli i lartë i shtetit në punën e vet ka patur përmirësimin e qeverisjes, rritjen e besimit e publiku dhe njëkohësisht mundësinë që institucionet të përdorin fondet e tyre me ekonomicitet, me eficiencë dhe me efektivitet. Dhe gjatë kësaj periudhe kontrolli i lartë i shtetit patjetër që është vlerësuar edhe nga institucionet të rëndësishme ndërkombëtare dhe ka bashkëpunime me aktor dhe faktor të cilët faktikisht e kanë renditur kontrollin lartë të shtetit një nga institucionet me perceptim, sepse është faktikisht një institucion që ka një perceptim të lartë në drejtim të pavarësisë, në drejtim të rolit të tij mbikëqyrës dhe forcimit të llogaridhënies, patjetër që punonjësit kanë paraqitur një kërkesë. Ne nuk jemi komision hetimor që të bëjmë hetime për ankesat jo, një sekond, tani ata mund të bëjnë ankesa sepse kështu ne krijojmë precedentin dhe do të ngrihen gjithë institucionet, ankohen për drejtuesit dhe duhet vinë tek në parlament që ne të shqyrtojmë të gjitha ankesat që punonësit kanë me drejtuesit. Punonësit duhet të respektojnë kontratën që kanë, duhet të respektojnë institucionet dhe duhet të ndjekin procedurën nëse janë në proces gjyqësor, të vazhdojnë procedura gjyqësore dhe të paraqesin atje dokumentat që ata kanë për të mbrojtur veten për çka ata ankohen. Me sa di unë, edhe një nga audituesit të cilët ka firmosur në atë ankesë është tërhequr dhe ka thënë që kjo është çështje institucionale dhe do të diskutohet brenda institucionit ose brenda kontrollit lartë të shtetit. Kështu që unë mendoj që edhe dëgjesa që ne mund të bëjmë me audituesit të cilët kanë paraqitur një kërkesë pranë nën komisionit, paraprakisht e kanë paraqitur të ankesë te komisioni Xhafa dhe komisioni Xhafa e ka deleguar nën komisionit tonë. Përpara se të shkonte atje ankesa ka ardhur te Komisioni i Ekonomisë dhe Financave dhe më duket që ky nën komision duhet të vazhdoj objektin për të cilin ky nën komision është ngritur. Faleminderit. Unë prapë ngul kam që thjesht zemrata atyre që janë larguar do të tentojnë për ta kthyer në një show edhe nëse nuk jepet po themi online që nësi ka, nuk e se do marrim ndonjë produkt, ne ka kapacitet e mjaftueshëm KLSH-ja për t'i ftuar dhe për të parë kush janë ato problematika të cilët mund të zgjidhen. Kështu që mos më duket shumë me rrugës, do të ishte bjefjela normale, siç e diskutuam pak më përpara, siç është kadastra, që është një kolaps dhe ne mund t'i thirrim edhe mund të shohim dhe kush janë zgjidhjet pa qenë mediatizim. Pra ka çështje shumë të rëndësishme edhe në fusha të tjera të cilët kërkojnë zgjidhjen e ngërçit, siç është kadastra sot për sot. Dhe kjo është qëndrimi im, sepse thjesht kur ti fton si palë, dashje pa dashje në mënyrë indirekte ne krijojmë një precedent jo normal. Mendoj që kolegët kanë të drejtë këndvështrimin e tyre, sidomos për sa i përket edhe çështjes nëse krijohet një precedent apo një praktik parlamentare apo një diçka e tillë, kështu që vlen të diskutohet, nuk kam asnjë lloj më dyshje nga kjo. Qëndrimin tim për sa i përket si relator, unë çmoj që siç edhe u përmend këtu duke qenë pjesë dhe të një komision tjetër që ka të bëjë me nismat qytetare, nëse ne siç thrasim palë që kanë të bëjnë nga shoqëria civile ose palë që kanë të bëjnë qytetarëve ose gjithë njerëzve që paraqesin shqetësime, mendoj që duhen trajtuar brenda këtij konteksti, pa qenë pjesë as hetimore, as po i themi të një lloj veprimtarie e cila mund të bjerë ndesh me veprimtari tjera, por një seancë dëgjimore që na ndihmon të kuptojmë më mirë shqetësimin e tyre dhe nëse këto shqetësime e para kanë një vlefshmëri dhe nëse vlefshmëria na ndihmon të përmirësojmë punën e institucionit. Brenda këtij konteksti pa e lidhur fare me raportet personale juridike
që çdo palë në atë kërkesë ka me vetë institucionin. Këtë nuk e prekim fare sepse nuk është çështje e kompetencës tonë. Ju e sqaruat shumë mirë kryetar, po këtë doja të bëja. Pastaj është komisioni, si për thënë vendimarrës dhe patjetër mund të trajtohet, mund të jetë se tash kam respekt për nën kryetarin dhe mbase ka përvojën, mund të mos jetë kompetencë ta diskutojmë nëse ky komision nuk e trajton dot një seancë dëgjimore me palët interesuar dhe nëse duhet ta bëjmë një komision tjetër, varet si gjykohet. Zoti kryetar, në shkresën që ka ardhur nga kryetari i kontrollit të shtetit, thuhet shprehimisht: në lidhje me pretendimet e ngritur nga disa punonjës dhe ish punonjës të institucionit, evidentohet se një pjesë e tyre janë aktualisht palë në procese gjyqësore kundrejt institucionit. Një sekond, të cilat rrjedhin nga kundërshtimi i akteve administrative për largimin nga shërbimi civil, që lidhen me vlerësimin e performancës në punë, për mos realizimin e objektivave të përcaktuara, marrjen e masave disiplinore për shkelje shumë të rënda, përfshirë raste të mungesës së pajustifikuar në detyrë, mos paraqitje në vendin e punës apo mos respektim të etikës në punë në periudha të ndryshme kohore. Në respektim të parimeve të pavarësisë, panshmërisë, objektivitetit dhe të mos ushtrimit të ndikimit në procese gjyqësore në vijim, vlerësojmë që trajtimi këtyre pretendimeve të zhvillohet brenda kuadrit të procedurave dhe mekanizmave ligjor përkatës, duke respektuar autoritetin dhe pavarësinë e organeve kompetente në ndjekje të këtyre proceseve gjyqësore. Për aq kohë sa punonjësit janë drejtuar gjykatës, të presim një vendimarrje nga gjykata nëse këta punonjës kanë të drejtë apo nuk ka të drejtë për pretendimet të cilat ata i kanë parashtruar edhe në ankesën që i kanë bërë këtij nën komisioni. Oneta nuk e di se, më falni, po sa herë duhet ta themi që ajo çfarë po diskutojmë është 100% në ram dakord që çështjet personale të audituesve me KLSH-n janë të mbyllura, nuk diskutohen. Duhet ta themi më se kur përsëritet 3 herë më duket sikur po hikim nga ajo çfarë është më rëndësishme. Ne jemi deputet dhe me thënë të drejtën, për sa i përket çështjeve të ndërhyrjes në ligj, çështjeve të parimeve të punës, për përmirësimin të KLSH-s, unë nuk e kuptoj pse duhet nxjerrim barrierë pikërisht raportin personal të audituesve me, siç dhe ju thatë, që do ndiqen gjykat. Ky është i mbyllur, nuk diskutohen këtu këtë çështje. Por ama, në qoftë se vjen, si thua, një sugjerim për mënyrën se si duhet bërë administrimi i materialeve, si duhet ndryshuar, duhet ndërhyrë, duhet bërë një amendim në ligj kur ato kanë parë vështirësi. Sepse ka ajo përgjigje, unë jam plotësisht dakord që pjesën po e përsëris për të disa të herë, nuk merremi me pjesët personale. Kjo është mbyllur. Po tani edhe nuk mund të mbyll syt, në qoftë se audituesët më kanë thënë, një sekond. Okay. Objekti në komisioni është përmirësimi dhe rekomandime, zbatim, po patjetër pra. Po fare, po unë po them për përmirësimet ligjore, tani dëgjuat ju që do marrin ankesat personale, unë po e përsëris. Pra, jo, një sekond. Bëre një propozim për sa i përket pjesës së ndryshimeve ligjore. Edhe diskutimi është vetëm për sa i përket ndryshimeve ligjore. Mund të jetë një seancë? Nëse ju mendoni që edhe për ndryshime ligjore që i shërbim punës vetë KLSH-s, jeni kundër, unë, dakord, e lejmë dhe nuk e bëjmë, por është pa sens kur në qoftë se shohim diçka që duhet rregulluar, mos ndërhyjmë, mendoj unë. Pra, nuk po diskutojmë çështjet personale ta përsëris për të njëjtin herë. Askush nuk do guxojë që të ngrej një çështje të raportit personal me institucionin e KLSH-s apo edhe me kryetarin. Këto janë të mbyllura, nuk diskutohen këtu në komision se nuk është tagër i yni. Por ama nëse më thonë që ka nevojë për ndërhyrje ligjore, dhe me sa di është dhe vetë shqetësim i kryetarit të KLSH-s që me ligj e detyrojnë që të kontrollojë çdo vit bashkitë, kjo nuk është pa sens, dhe ndoshta ne këtë mund ta bëjmë një mendim, se nuk besoj që i bëjmë keq institucionit. Jo, në fakt, edhe në komisione dhe çdo deputet mund bëjë amendime për atëherë çdo deputet, jo vetëm një nën komision, por çdo deputet mund bëjë propozime ligjore për përmirësim. Dhe atëherë për një sekond pra ta mbaroj. Po ç'do të thotë? Nëse ne bijem dakord që duhet bëjmë disa ndryshime ligjore, siç po dëgjoj dhe nga relatori që e ka studuar më në themel
të çështje, nuk ka asgjë të keqe për ndryshimin ligjore, se besoj që kjo nuk cënon as KLSH-n. Dhe për këtë jam i bindur që nuk e cënon. Tani, nëse ju doni që të marrim një mendim pastaj te Komisioni i Ekonomisë apo te Komisioni i Gjafës, kjo është një tjetër diskutim, po e marrim dhe atë hap. Por me thënë të drejtën, neta mu personalisht nuk mundësisht, jo pra jo. Po pra, atëre e objekti punës në komisionin ne kemi dy shkresa ne. Kemi një shkresë që na ka ardhur dhe personalisht nga audituesët, kemi edhe një shkresë që na ka dërguar një komision tjetër që është si quhej Komisioni i Gjafë, i mbikëqyrjes parlamentare, të cilët duhet i kthejmë një përgjigje po me shkrim. Dhe kjo përgjigje me shkrim duhet të jetë ose neve nuk merremi fare me asnjë gërm të kërkesës audituese dhe t'ia kthejmë përsëri mbrapsht i komisioni me shkresë, ose do ta shqyrtojmë te komisioni më lart, te Komisioni i Ekonomisë, por në fakt unë prirem që ato çështje që janë për përmirësim, personalisht mendoj, pastaj ju vendoseni si të doni, unë them ku bëhet fjalë për ndryshime ligjore që përmirësojmë punën, nuk më duket me arsyeshme që themi nuk është puna ime. Në çdo deputet kur konstaton që ka nevojë për ndryshime, dhe aq më tepër ka dakordsi në një pikë të gjithë palëve, pse jo? Mos bëjmë një mendim, ti dëgjojmë si e propozojmë qoftë dhe kryetarin e KLSH-s për të bërë ndryshime ligjore. Pra, në këtë sens ta ndajmë, mos e përsërisim më atë pjesën se u bëm vizit. Po. Tani, ne kemi një rregullore të miratuar. Rregulloria në një 3 ka qëllimin në komisionit. Qëllimi në komisionit është rrisë transparencën dhe llogaridhënien dhe të kontribuojë në përmirësimin e ekonomicitetit, efektivitetit dhe eficiencës në përdorimin e burimeve publike. Thënë kjo, patjetër që ne kemi fushë veprimtarie dhe fusha jonë e veprimtarisë nuk është auditimi i vetë KLSH-s, që të jemi të qartë. Kemi të bëjmë me pjesën e angazhimit të audituesve në audite të institucioneve të tjera, në institucionet publike. Dhe unë e përsëris dhe njerë, shqetësimet qoftë të zonjës Dima dhe shqetësimet e zotit Mziu kanë bazë. Duhet ta përsëris dhe duhet të jem shumë i qartë kjo gjë. Dhe kjo tregon që nga ana nën komisionit duhet pa diskutim që ne të tregojmë brenda rregullores, brenda qëllimit për cilin jemi ngritur në komision, të bëjmë një dëgjes që i përmbahet këtij qëllimi. Pastaj, pikërisht dhe për shmangur të gjë, nuk ka problem nëse seancën dëgjimore e bëjmë jo publike apo publike, kjo pak ka diferencë dhe e mbajmë ne në shinat e ligjshmërisë duke mos marrë parasysh pjesë që nuk janë objekti dhe nuk bien ndesh me qëllimin e komisionit apo me fushën tonë të veprimtarisë. Dhe nuk besoj se na prish apo na dëmton, na ndihmon të kuptojmë më mirë. Ky ishte qëllimi im. Dhe siç e thash, mjafton pastaj dhe faza tezaurohet me një shkresë përcjellës së shtesë, pa që nevoja për të ndërmarrë shumë hapa, ose qoftë me seancën kur të jetë dëgjimore, nëse do vlerësojmë që ka qëndrime që duhen vlerësuar, me seancën dëgjimore që mund të kemi me institucionin kur të jetë raporti vjetor. Faleminderit. Dhe pastaj edhe diskutojmë. Propozimi është që të bëjmë një seancë dëgjimore jo publike, thjesht vetëm për çështje e përmirësimit. Po, atëherë përsëris. Propozimi është konkret, që do të thotë të bëjmë një seancë dëgjimore vetëm për çështje të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e punës dhe përmirësimin konkrete për ndryshimin në ligj. Jam i qartë? Pra, po e përsëris vetëm për këtë element, për asgjë tjetër. Në qoftë se bim dakord vetëm për këtë element, unë jam okay, ta ullim votim, jam i qartë. Pra vetëm për çështjen e përmirësimit në ligj të kuadrit ligjor për punën e audituesve. Tani një pyetje që kam është të dëgjojmë dhe pastaj do jetë seancë dëgjimore me që është teknike e vendosim dhe të mbyllur, nuk ka si problem. Vendosim të mbyllur, thjesht dhe vetëm e përsëris e theksoj për të disa të herë. Bëhet fjalë vetëm për përmirësim të kuadrit ligjor. Okej?
E hedhim votim? Okej. Okej, atëherë kemi 6 vota pro, në të? Abstenim. Atëherë do të bëjmë një seancë dëgjimore, bëhet fjalë vetëm për opinionin e ngritur nga një grup audituesësh për përmirësim ligjor për disa probleme që janë vënë re në këtë institucion. Jemi dakord? Okej, për datën kur mund ta lëm? Po, edhe një gjithçka, jo të gjithë, maksimumi, unë mendoj 3 vet. Pra, jo më shumë se 3 përfaqësues, të cilët duhet i sqarohet deri në ditës se për çfarë bëhet fjalë, vetëm për propozimet konkrete në. Okej. Tani kalim tek pika 4, atëherë për sa i përket për miratimin e kalendarit të në komisionit, pak a shumë janë të treja që vendosëm për ditën e hënë që vjen siç e lam pas javës Gjelbërt, në 1 qershor. Megjithatë, për detaje pastaj ndofta Elbi me Ivën do të na caktojnë edhe çfarë do të kemi në rendite. Okej? Faleminderit. Ne kemi mbyllur. Jemi okej? Faleminderit.